Më 17 nëntor 1944, Tirana u çlirua. Pas më shumë se 3 vitesh pushtim, qyteti i zemrës së Shqipërisë u kthye në duart e popullit të vet. Kjo ditë shënoi jo vetëm fitoren e një betejë, por edhe lindjen e një epoke të re për vendin tonë. Sot, 81 vjet më pas, ne kujtojmë me krenari ata që dhanë gjithçka për lirinë. Djem dhe vajza që luftuan me guxim në çdo rrugë dhe çdo lagje të qytetit të Tiranës. Në vitin 1939, Shqipëria u pushtua nga Italia fashiste dhe më vonë nga Gjermania naziste. Tirana, si kryeqyteti i vendit, u bë zemra e rezistencës antifashiste. Grupet e rinisë, partizanët dhe populli i thjeshtë u bashkuan për të mbrojtur dinjitetin dhe lirinë e atdheut. Në shtator të vitit 1944, forcat gjermane apo tërhiqeshin, por Tirana ishte ende në kontrollin e tyre. U vendos që betejë për kryeqytetin do të ishte ajo e fundit. Ajo që do të vuloste fitoren e popullit shqiptar. Më 28 tetor filloi betejë e Tiranës. Mbi 15 ditë lufte të pandërprerë në çdo rrugë, në çdo cep të qytetit. Partizanët e brigadës së parë, të tretë, të tetë dhe shumë të tjerë u përleshën me forcat gjermane që mbroheshin fort. Banorët e qytetit ndihmonin me ushqim, streh dhe informacione. Çdo shtëpi u bë një qendër rezistence, çdo dritare një vëzhgim mbi armikun. Dhe më 17 nëntor, flamuri i kuqezi u ngrit përsëri mbi qiellin e Tiranës. Kryeqyteti ishte i lirë. Çlirimi i Tiranës ishte një moment historik për mbar kombin. Vetëm pak ditë më vonë, me 29 nëntor, u çlirua e gjithë Shqipëria. Në rrugët e Tiranës u dëgjuan këngë fitoreje. Njerëzit u përqafuan me lot gëzimi. Ishte fillimi i një jete të re, një jetë të ndërtuar mbi sakrificën e brezave që nuk u dorëzuan kurrë. Qyteti nisi të ringrihej, të rindërtonte shkolla, shtëpi dhe rrugë të cilat ishin shkatruar nga lufta. Sot, 81 vjet pas, kujtimi atyre ditëve mbetet i gjallë. Çdo 17 nëntor, Tirana zbukurohet me flamurin kuqezi. Zënës, veteranë, familje dhe qytetarë blidhen për të nderuar dëshmorët e lirisë. Sepse liria nuk është dhuratë, ajo është fituar me gjak, me guxim, me dashuri për atdheun. Çlirimi i Tiranës është një kujtesë e përjetshme, se bashkimi dhe qëndresa mund të mposhtin çdo pushtues. Tirana sot është një qytet modern, plot jetë dhe drejtë, por në themelet e saj rreh ende zemra e rezistencës. Ata që luftuan për lirinë e saj jetojnë në kujdesin e çdo shqiptari. Në çdo rrugë që mban emrin e një dëshmori dëgohet ihona e asaj fitore. Le ta ruajmë këtë kujtim, le ta çojmë përpara frymën e lirisë, sepse historia e Tiranës është një histori qendrese e guximit dhe e dashurisë për Shqipërinë.